shkurtit janë tash dy proceset të jashtëzakonshme zgjedhore. Është dhjetori dhe tash shkurti. Në dhjetor, LDK-ja psoi rënje në përqindje, në votë popullore. Paraprakisht refuzoi ofertë për bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje, tash e refuzoi sërish një ofertë për bashkëqeverisje ose edhe disa pozita tjera jashtë ekzekutivit. Pse LDK-ja konsideroni që tash është në rrugë të ngjitjes përpjet në përqindje? A është Vjosa Osmani faktori, a është edhe rikthimi i juaj edhe i disa të tjerëve në garë politike, a është oferta e re, programi i ri, çfarë e bën më ndryshe LDK-n tash prej 28 dhjetorit? Unë edhe më herët e ritheksova se sa herë që Kosova është në krizë, gjithmonë qytetari e shprehjen të Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe pos LDK-s nuk sheh alternativë tjetër të ndryshme. Rikthimi i komponenteve të LDK-s në krye me Vjosa Osmani, presidenten e Kosovës, një faktor, një argument i fuqishëm që Kosova të bëjë rikthimin e vetë dhe të mos humb hapin që fatkeqësisht ka fillu ta humb në kuptimin e asaj që ta ruaj stabilitetin politik dhe të ketë që institucionet e Kosovës ta ruajnë integritetin. Prandaj në këtë aspekt ne shohim se Lidhja Demokratike e Kosovës me rikthimin apo me marrjen, ta themi, prisin e listës në këtë proces zgjedhor nga ana e presidentes Osmani dhe bashkimi i shumë figurave, i shumë akterëve, të cilët për një moment caktuar kanë qenë ndoshta potenciali fjetur dhe sot janë aktiv në politikë, janë argumentet mjaftueshme që Lidhja Demokratike e Kosovës po afirmon kapitalin e vet politik dhe vizionin që Kosovës t'i ofroj një perspektivë përmes këtij procesi zgjedhor. Qysh duket që kjo perspektiva mas 7 qershorit? A ka skenar, kalkulim, qysh zgjidhet presidenti, sepse rreziku potencial është që nëse nuk ka sërish marrëveshje politike, 2026 qytetarët dalin të votojnë sërish. Unë e theksova dhe më herët, fryma e Kushtetutës Kosovës e menjanon, e pamundson që një subjekt politik të ketë monopol qeverisë. Gjitha rrafsh. Po disa skenar ranë tashme në periudhën paraprake. A ka ide të reja? Qysh me i bë 10 vota, 2/3, kush ta marr pozitën e presidentit? Po, pavarësisht, po e themi, kush ta marr pozitën e presidentit do të varet nga ky proces zgjedhor. Lidhja Demokratike e Kosovës synon përmes këtij procesi zgjedhor të ofroj stabilitet politik. Kjo do të varet nga vota e qytetarëve, fillimisht. Sa do të marrim, unë besoj fuqishëm dhe mjaftueshëm që ti demonstrojmë fuqinë tonë politike në kuvendin e ardhshëm të Republikës Kosovës. Normalisht, Kosova, LDK-ja, kur ka qenë e fuqishme, edhe kur ka marrë 50% të votave, edhe ka demonstru pjekuri politike dhe ka ndërtu vizion, dhe përmes atij vizioni është bashku krejt spektri politik i vendit. Shumë është më rëndësishme vizioni dhe konceptin që adreson një subjekt politik. A është vizion i bashkimit, a është vizion i stabilitetit, a është vizion i ndarjes, përçarjes, do të thotë edhe mbjelljes së zhurmës politike dhe të cilë fatkeqësisht